Domi mikrofon ka qenë 15 euro, domi në kalimin e këmbimit pronave ka qenë 50 milion euro, i nderun kolegë. E qa domi ke shkaktu ti? Tu bo pazare e takimet fshehta para si me orë në asamble. Tinza edhe grupit cilit i prinë. Tinza edhe subjektin ndashta cilit i takon. Çajo është domi për cilën do të me folje. 15 euro është në mikrofonit. E kallzon kulturën tonë, edukatën tonë, cilën më ne që se ki. Po e diçka tjetër, ato merë familja jote me ty. Prishtina që ka bot dëm, 4 vjetë në Prishtinë, po, 4 vjetë kryetarit Roma, s'janë të mira. Ka plot ngecje, ka plot çështje të cilat s'është dashur me ndodh, plot tjera që është dashur me ndodh. Prishtina është keq, peshohemi çdo ditë. Që kjo hipokrizia që unë shkoj bëj dilla me Raman Haradinën për m'ja kalu 50 hektar, m'ja dhun 50 milion euro, m'ja kalu pronat, e të vjen këtu edhe shitës, kështë unë pëmbroj interesin qytetarëve që kemë bën me vjellë. Ti si person më bën me vjellë kur ta di historinë edhe vjen shitësh në moralin politik që ka pas vetëvendosi dikur. Ose të paktën e ka si subjekt alo, po në Prishtinë jo mo. Për 4 vjetë ja keni buar gatin PDK-s për me pru Rani Ismailin në balotazh. Ju dështoj. Ju kom paralimnu që ju dështon, se s'funksionon e punë. Pe subjektit pare keni bu tretin. Vetëvendosi në Prishtinë s'ka qenë asnjëherë subjekti i tretë. Përveç se këto zgjedhje. Gzem kur ta kom thonë në videon e famshme që nëse vazhdoni kështu vetëvendosi në Prishtinë keni me pedin diçka, atëherë dule vërtet. Atëherë duka igare. Ka thonë ja, sheti sa që sa mirë me dal. Marrveshjet e fshehta, marrveshjet e pesta, loja në dytë, loja prapa shpinës, loja tinza s'funksionon. Nëse ka qytetar e Kosovës meritojnë diçka, është vota. Nuk ka votues më të mëshëm. Nuk ka votues më të korrekt e më përgjegjës sferës se sa votuesi i Kosovës. Me krejt ato ngecë, me krejt ato dështime, me krejt ato bllokade, me krejt ato dallavere që po thotë krejt sa diun e çka mund më kon. Mbase janë të vërteta. Po ata kanë thonë çdo. E neve si qytetar, në këtë rast edhe sot si asamblesë, na takon me bo maksimumin që kemë me funksionu. Ne jemi në grupit që zotu për korektësi edhe për përkrahje kudo që e shohim si interes që meriton. E unë mendoj që pastrimi i qytetit është interes për krejt. E mbrana grupit tonë u fol e u thon që hajde të bllokojnë pastrimin, që të bëhet bërllëk Prishtina e që shtu të mujnë për Barim Ramën. Po në zbona pjesa sojna. Sa është e poshtër, është e ulët. Se që tu rriten fëmijët Kosovës, në çet bërllëk